Ju përshëndes të gjithëve dhe do jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Ernila Luzi. Operatori i sistemit të transmetimit Maqedonas ka shpallur tendrin ndërkombëtar për ndërtimin e linjës energjetike Ohër Bitola, pjesë e linjës së interkoneksionit 400 kV Shqipëri-Maqedoni e Veriut. Ndërkaq, pjesa shqiptare është në fazë më të avancuar pasi punimet kanë nisur në dhjetor të vitit 2023. Operatori Maqedonas i sistemit të transmetimit MEPSO ka hapur tenderin ndërkombëtar për ndërtimin e linjës energjetike Ohër Bitola, pjesë e linjës së interkoneksionit 400 kV Shqipëri-Maqedoni e Veriut. Tenderi është shpallur në faqen e prokurimeve të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, teksa hapja e procedurës konsiderohet si hap i rëndësishëm drejt përfundimit të korridorit rajonal të energjisë lindje-perëndim, që lidh Bullgarinë, Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Italinë nëpërmjet kabllos në ujore. Ndërkaq, pjesa shqiptare është në fazë më të avancuar, pasi punimet kanë nisur në dhjetor të vitit 2023. Projekti përfshin ndërtimin e linjës së re të transmetimit 400 kV ndërmjet Elbasanit dhe Qaftanës, ndërtimin e linjës së transmetimit 400 kV mes Elbasanit dhe Fierit, ndërtimin e nën stacionit 400 kV Elbasan 3 dhe zgjerimin e nën stacionit Fier, i ndarë në 2 kontrata zbatimi. Kosto totale e tij ka një vlerë prej 70.131 milion euro dhe financohet nga qeveria gjermane nëpërmjet bankës KfW, nga korniza e investimeve të Ballkanit Perëndimor dhe operatori i sistemit të transmetimit. Më konkretisht 50 milion euro janë kredi e dhënë nga KfW, 14 milion euro granti WBIF, 1.131 milion euro janë grant nga WBIF dhe Bashkëpunimi Gjermano-Shqiptar dhe 5 milion euro nga operatori i sistemit të transmetimit. Sipas OST-s, me vënien në operim të linjës 400 kV Shqipëri-Maqedoni e Veriut, kapaciteti total ndërkufitar i sistemit të transmetimit shqiptar, kapaciteti total ndërkufitar i sistemit të transmetimit shqiptar me vendet fqinje do rritet në 1500 MW. Në Fier dhe në Kolonjë do të ndërtohen edhe 2 centrale të tjerë me fuqi 54 MW për prodhimin e energjisë elektrike nga dielli. Sipas vendimit të qeverisë, subjektet përfituese 2% të energjisë do ja japin falas shtetit. Qeveria ka miratuar ndërtimin e 2 centraleve diellore në Povelç të Fierit dhe në Bashkinë e Kolonjës, me kapacitet total të instaluar prej 54 MW. Sipas vendimit të marrë në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave, parku fotovoltaik i Fierit do ketë fuqi të instaluar 30 MW dhe do zhvillohet nga kompania EZ5 Energy, ndërsa centrali i Kolonjës me aplikues Get Solar Solution do ketë një fuqi prej 24 MW. Veprat energjetike nuk do jenë objekt koncensioni dhe nuk përfitojnë nga masat mbështetëse, çka do të thotë se nuk e kanë të garantuar blerjen e energjisë nga shteti, lehtësime që lidhen me marrjen e lejeve apo lidhjen me rrjetin elektrik. Vendimet përcaktojnë se shoqëritë do t'i japin falas në formë rente Ministrisë Përgjithëse për Energjinë 2% të sasisë vjetore të prodhimit të energjisë elektrike ose konvertimin e saj në vlerë monetare. Në rast konvertimi në vlerë monetare, shuma derdhet tërësisht në buxhetin e shtetit. Ndërkaq, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore kanë të drejtë të ushtrojnë mbikëqyrje të përgjithshme me afate 3 mujore gjatë realizimit, vënies në punë dhe operimit, me synim që të verifikojnë se ecuria e punimeve, cilësia, konformiteti dhe operimi janë në përputhje me programin e përgjithshëm të realizimit dhe të dokumentacionit të projekteve. Në 3 mujorin e parë të këtij viti është shtuar ndjeshëm numri i personave që zgjedhin të sigurojnë jetën. Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, numri i kontratave të sigurimit të jetës u rrit me 31% në krahasim me vitin 2024. Tregu i sigurimeve ka përjetuar arritje në 3 mujorin e parë të 2025, si përsa i përket volumit të arkëtimeve, ashtu edhe numrit të kontratave të sigurimit. Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-mars 2025 kapën vlerën 5.5 miliard lek, rreth 370 milion lek më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Gjithashtu, numri total i kontratave të sigurimit të lidhura arriti mbi 347.000 në fund të marsit, me një rritje prej gati 12% vlerësuar me 3 muajt e parë të vitit 2024. Në 3 mujorin e parë të këtij viti, tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 7.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Tregu vazhdon të dominohet nga sigurimet e jo-jetës, të cilat sollën 90.45% të vëllimit të përgjithshëm të primeve, ndërsa sigurimet e jetës vetëm 9.48%
dhe risigurimi me një përqindje tepër të vogël, parë nga këndvështrimi i ndarjes së tregut sipas llojit të sigurimit i detyrueshëm dhe vullnetar. Primet të shkruara bruto të sigurimit vullnetar zën 39.56% dhe primet të shkruara bruto të sigurimit të detyrueshëm zën 60.44% të totalit të tregut. Pavarësisht se sigurimet e jo jetës mbizotrojnë, numri i kontratave të sigurimit të jetës ka regjistruar një rritje më të lartë se sigurimi i jo jetës. Konkretisht, numri i kontratave në sigurimin e jo jetës pati një rritje me 9.6% në fund të marsit, ndërsa për sa i takon sigurimit të jetës, numri i kontratave arriti mbi 42.000, duke shënuar një rritje me parafërsisht 31% vlerësuar me janar-mars 2024. Kjo tregon që gjithnjë më shumë shqiptar po zgjedhin të sigurojnë jetën e tyre. Si rrjedhoje, edhe primet e sigurimit vullnetar të jo jetës kanë pasur një rritje më të vogël se primet e jetës. Kështu primet e jo jetës patën një rritje me 6% kundrejt muajve janar-mars 2024, ndërkohë që primet nga sigurimet e jetës arritën në rreth 530 milion lek, ose gati 13.8% më shumë. Aktualisht në Shqipëri operojnë gjithsej 9 kompani sigurimi, të cilat ofrojnë shërbimet e sigurimit të jetës dhe jo jetës. Norma e interesit e bonove të thesarit me maturim 12 mujor ka regjistruar një rritje tjetër, ku në ankandin e fundit jildi mesatari ponderuar arriti në 2.78%. Gjatë vitit 2025, totali e emetimeve pritet të jetë rreth 356 miliard lek dhe instrumenti me emetime më të shpeshta dhe me shumë më të lartë pritet të jetë bono thesarit 12 mujore. Norma e interesit e bonove të thesarit me maturim 12 mujor ka regjistruar një rritje tjetër. Në ankandin e fundit, jildi mesatari ponderuar arriti në 2.78%. Interesi për këtë instrument të borxhit ka qenë tepër i lartë, ku në ankand numri i kërkesave ka qenë 16 për një total prej 8.973 miliard lekësh. Pra në përfundim, u pranuan vetëm 14 kërkesa për shumën 8.673 miliard lek. Duket se bonot me afat maturimit 12 mujor ka nisur rrugën drejt ringritjes pas një periudhe të gjatë ku jildi mesatari ponderuar ra poshtë normës bazë të interesit të Bankës së Shqipërisë. Kështu jildi mesatari ponderuar njohu pikën më të ulët në ankandin e zhvilluar më 25 mars të këtij viti, duke arritur në 2.7%. Për të investuar në bono thesari dhe obligacione, qytetarët mund të marrin pjesë në mënyrë direkte në ankandet e Bankës së Shqipërisë, ose të investojnë në mënyrë indirekte përmes fondeve të investimeve, të pensioneve dhe institucioneve të tjera të autorizuara për investim në këto instrumente. Gjatë vitit 2025, totali i emetimeve pritet të jetë rreth 356.40 miliard lek dhe instrumenti me emetime më të shpeshta dhe me shumë më të lartë pritet të jetë bono thesari 12 mujore. Në fillim të këtij viti, Shqipëria doli për herë të 7 në tregjet e kapitalit, duke emetuar me sukses një eurobond 10 vjeçar me vlerë 650 milion euro, kupon 4.75% dhe me normë interesi yield 5%. Qeveria ka miratuar një udhëzim i cili saktoson dokumentacionin që duhet të plotësojnë fermerët për të përfituar naftë falas përpunime të mekanizuara në bujqësi. Aplikimet do të jenë të hapura deri më datën 30 maj 2025. Fermerët që aplikojnë për të përfituar pagesa kash për naftën në bujqësi që përdorin përpunime të mekanizuara, duhet të zbatojnë disa kritere të reja. Udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Financave përcakton se çdo subjekt përfitues duhet të provojë aktivitetin bujqësor për të cilin aplikon, duke paraqitur faturë blerje për një nga inputet si material mbjellës, si fara ose fidan, plera kimik, pesticide ose faturë për shitjen e prodhimit. Faturat mund të ngarkohen në sistem në momentin e aplikimit ose mund të dorëzohen fizikisht në Agropika ose në zyrat qendrore të Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, apo fizikisht me post deri para pagesës apo kontrollit për subjekte që mund të kontrollohen para pagesës. Udhëzimi përcakton gjithashtu se dokumentacioni që duhet të ngarkohet në sistem është në varësi të statusit të pronësisë apo përdorimit të tokës bujqësore për të cilën aplikohet dhe statusit të regjistrimit të saj në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Dokumentacioni i kërkuar sipas skenarëve të ndryshëm është certifikata e pronësisë, shoqëruar me kartelën e pasurisë dhe hartën treguese, kur fermeri e disponon atë. AMTP, kur aplikanti ka AMTP për tokën bujqësore të lëshuar në emër të tij, si përfaqësues i familjes bujqësore. Kur aplikanti është antar i familjes bujqësore që ka marrë tokën në pronësi, duhet të dorëzojë AMTP, certifikat familjare të gjendjes, më 1/8/1991,
Marrëveshje dakordësie të shumicës anëtarëve të familjes bujqësore në gjendjen aktuale në lidhje me punimin dhe përdorimin e tokës nga aplikuesi. Dhe në rastet kur aplikanti e ka marrë tokën bujqësore me qira ose në përdorim, duhet të dorëzojë kontratë qiraje, kontratë huapërdorje ose dokument të ligjshëm të nënshkruar mes palëve, shoqëruar me dokumentet përkatëse të pronësisë. Aplikimet do të jenë të hapura deri më 30 maj 2025. Të gjithë ata që plotësojnë kriteret du të përfitojnë deri në 186 euro për hektar në varësi të kulturës. Vitin e kaluar nga kjo skem kanë përfituar mbi 52.000 fermerë në të gjithë vendin. Ekonomia e eurozonës u rrit me 0.4% në 3 mujorin e parë të vitit 2025, duke tejkaluar pritshmëritë e analistëve. Irlanda udhëhoqi rritjen evropiane, ndërsa Hungaria ishte i vetmi shtet që regjistroi kurrje. Ekonomia eurozonës u zgjerua me 0.4% në 3 mujorin e parë të këtij viti, sipas shifrave paraprake të publikuara nga Eurostat. Rezultati që shënon 3 mujorin e 5 radhazit të rritjes tejkaloi pritshmëritë për 0.2% dhe sinjalizon një rritje modeste të momentit ekonomik në të gjithë bllokun. Zgjerimi 3 mujor dyfishoi rritjen për 0.2% të regjistruar në 3 muajt e fundit të vitit 2024. Duke ofruar pak më shumë siguri në një periudhë inflacioni dhe normash të larta interesi. Në bazë vjetore, prodhimi i brendshëm bruto i rregulluar sezonalisht u rrit me 1.2%, i pandryshuar nga 3 mujori më parshëm. Ekonomia e gjerë e Bashkimit Evropian u zgjerua me 0.3% në 3 mujorin e parë, një ngadalësim i lehtë nga fitimi për 0.4% i regjistruar në 3 mujorin e fundit të vitit të kaluar. Në bazë vjetore, prodhimi i brendshëm bruto i Bashkimit Evropian u rrit gjithashtu me 1.4%, duke ruajtur të njëjtin ritëm si në 3 muajt e mëparshëm. Ndër shtetet anëtare me të dhënat e disponueshme, Irlanda shënoi performancën më të fortë 3 mujore me prodhimin e brendshëm bruto që u rrit me 3.2%, Spanja dhe Lituania pasuan me zgjerime prej 0.6% secila. Gjermania, ekonomia më e madhe e bllokut, arriti të dalë nga rënja e saj e shkurtër duke regjistruar një rritje prej 0.2% në 3 mujorin e parë, pasi u tkurr me 0.2% në fund të vitit 2024 në përputhje me parashikimet e analistëve. Ndërkohë Franca shënoi një rritje prej 0.1% kundrejt një tkurrje prej 0.1% në 3 mujorin e mëparshëm, megjithëse shifra ishte nën pritshmëritë e ekspertëve. Hungaria ishte i vetmi vend i Bashkimit Evropian që regjistroi një tkurrje 3 mujore, duke rënë me 0.2%. Britania e Madhe do të krijojë rregullore të detyrueshme për kriptovalutat duke u bazuar në bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas qeverisë, masat e reja do të përmbushin standardet dhe do të ofrojnë më shumë siguri për konsumatorët. Britania e Madhe do të krijojë rregullore të detyrueshme për kriptovalutat, njoftoi Ministria e Financave Rachel Reeves. Qeveria sinjalizoi se do të bashkëpunonte ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për qasjen më të mirë ndaj aseteve digjitale. Projektligjet e reja do të zgjerojnë rregullimin financiar ekzistues për kompanitë e përfshira në kriptovaluta, duke parafruar Britaninë me Shtetet e Bashkuara dhe larg Bashkimit Evropian, që ka ndërtuar rregulla specifike për industrinë, thanë ekspertët. Seti i parë i rregullave të projektligjit të Britanisë vjen ndërsa presidenti amerikan Donald Trump u ka hapur rrugë kriptovalutave dhe është zotuar të heqë kufizimet rregullatore në industri, duke shqetësuar kritikat. Ministrat evropian të financave janë shprehur të shqetësuar se masat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të ndikojnë në sovranitetin monetar dhe stabilitetin financiar të eurozonës. Reeves tha se kishte diskutuar rregulloret e kriptovalutave me sekretarin e thesarit të Shteteve të Bashkuara Scott Bessent gjatë një vizite në Washington javën e kaluar, dhe se të dyja vendet planifikuan ta diskutonin këtë më tej në qershor. Sipas rregullave të reja, bursat tregtare dhe agjentet e kriptovalutave do të futen në perimetrin rregullator, tha ministrja në një deklaratë pas njoftimit. Firmat e kriptovalutave me klient në Mbretërinë e Bashkuar do të duhen gjithashtu të përmbushin standarde të qarta mbi transparencën, mbrojtjen e konsumatorit dhe qëndrueshmërinë operacionale. Rreth 12% e të rriturve britanik zotrojnë ose kanë zotruar kriptovaluta të tilla si Bitcoin dhe Ethereum, nga 4% në vitin 2021. Banka Angleze ka paralajmëruar prej kohësh për rreziqet që paraqet Bitcoin për investitorët. Megjithatë, institucioni e sheh të arsyeshëm krijimin e rregullave për stablecoins apo monedat e qëndrueshme që kërkojnë të mbajnë një vlerë fikse në lidhje me dollaret amerikanë ose asetet të tjera. Ministria e Financave tha se synonte të finalizonte legjislacionin e ri deri në fund të vitit. Rregullat bazohen në propozimet fillestare të bëra në vitin 2023.
Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.